Trukimet janë kthyer në gangrenën e sportit në nivel botror. Raportet janë shqetësuese për Shqipërinë ashtu si edhe për gjithë Evropën. Për të zbuluar më tepër kush janë të përfshirë, si funksionojnë trukimet apo ku vendosen bastet për ndeshjet me rezultat të paracaktuar, Agon Channel kontaktoi me Alexander Inglot, shefin e komunikimeve nga kompania Sport Radar, që bashkëpunon ngushtë me FIFA-n dhe UEFA-n në luftën kundër trukimeve. It's important to realize that this isn't a sport problem. This isn't about players. This isn't about teams winning or losing. This is more important than that. This is about organized crime. Organized crime has realized that match fixing is very attractive, and it's attractive because it doesn't cost a lot of money. You can make a lot of money back, and also the punishment if you are caught for match fixing in most countries is pretty weak if you compare it to other organized crime activities such as drug trafficking, human trafficking, gun and weapon selling. That's much more dangerous for a criminal to do than match fixing is. So organized crime is getting more and more interested, and as a result, sport, this is a too big a problem for sport by itself to get involved in. Edhe pse manipulimet tashmë janë një realitet I hidhur në Evropë, tregu lulëzon në Azi. First of all, I think the most important thing in this area is to split the Western. Është shumë e rëndësishme të ndajmë tregun perëndimor nga tregu I baseve që ekziston për shembull në Azi. Në Angli ose në Europë është më e vështirë të luash në baste për ndeshje të manipuluara sepse siguria është mjaft e lartë. Nëse shkon për të vendosur një bast, duhet t'i japësh të gjithë informacionin personal, emrin, adresën, numrin e telefonit. Kështu që ata kanë gjithë informacionin e dur nëse mendojnë se je I përfshirë në manipulimin e ndeshjeve. Manipulimi në Europë është I vështirë, por mund të ndodhë në vende si në Francë, në zonën e Ballkanit apo edhe në Rusi. Në Azi situata është ndryshe sepse aty lejohet të vendosësh bast në mënyrë anonime përmes agjentëve dhe përfshihet konfidencialiteti. Nuk kuptohet se cilat baste janë vendosur për ndeshjet e manipuluara. Nuk njihet se kush I ka vendosur. Tregu aziatik funksionon ndryshe. Kushtet janë ndryshe dhe si pasojë është shumë tërheqës në përgjithësi. Gjithashtu ai tërheq edhe bastet e këqija mbi ndeshjet e manipuluara. Sport Radar, që cilësohet si kompania lider në botë për monitorimin e kotave të basteve dhe fluksit të parave të luajtura, ka krijuar sistemin e detektimit për mashtrimet. Sistemi kompjuterik kontrollon të gjitha lëvizjet për edhe gjithë kompanive të basteve. Kur sistemi shikon një lëvizje të çuditshme në treg, krijon një vigjilencë ose një paralajmërim. Kjo na kalon në fazën e dytë të procesit të sistemit të zbulimit, që përfshin burimet njerëzore. Kemi një skuadër me rreth 35 ekspert nga të gjithë profilet e industrive të basteve dhe është detyrë e tyre të rikontrollojnë sinjalizimet. Pse këto lëvizje kanë ndodhur? Nëse ekspertët nuk gjejnë arsye, ne komunikojmë me bashkëpunëtorët në terren. Ata kërkojnë informacione që mund të na ndihmojnë. Nëse pas gjithë këtyre proceseve nuk arrim të kemi ende një shpjegim, atëherë në këtë fazë jemi të sigurt se kemi të bëjmë me një manipulim ndeshjesh. Eksperti I Sport Radar thekson se në tregjet e vogla siç është Shqipëria apo ligat e ulta evropiane, trukimet dallohen lehtësisht kur vendosen baste të larta. If I fix a match in a small league, let's say in Portugal, which is a smaller league, if I fix a match there and I place a bet, that if I place 100,000, it will be much louder than if I place a fixed bet in the UK for 100,000, because the amount of money is small compared to how much money there is in the global markets. Por sinjalizimet për trukimet bëhen edhe për shifra dukshëm më të ulta. Sometimes tens of thousands is enough, and it depends on the market. I mean, we've seen some of the smallest leagues. Some of the smallest. We monitor handball. So some of the leagues which are much smaller. I mean, we will see things which are 10,000, 20,000 figures. Inglot thekson se evidentimi I trukimeve është një proces që kërkon të paktën 72 orë për të përgatitur dhe dërguar raportet e klientët. Kjo ja lehtëson punën grupeve kriminale. If the match is fixed, nëse ndeshja është e manipuluar, kemi dy mundësi. Askush nuk e di dhe atëherë thjesht shkon dhe merr fitimin pa problem. Nëse autoritetet kanë dieni, personi I përfshirë në trukime nuk mund të shkojë për të marrë parat, sepse e di që do të arrestohet. Por duhet kohë për të kuptuar nëse një ndeshje është e manipuluar, si për shembull, ne duhet të krijojmë raportin, t'ia dërgojmë federatës. Federata duhet pajtohet me të dhe më tej të flas me kompaninë e basteve, duhet të komunikojë edhe me policinë. Është e mundur që nëse manipuloj një ndeshje dhe rezultati del, për 5 minuta shkoj, marr parat dhe zhdukem. Ndonjëherë shumë rrallë e kemi mundësi në duar kur rezultati është tepër I dukshëm. Por trukuesit e kanë kuptuar që duhet I hedhin bastet sa më vonë të jetë e mundur. Kështu që ndeshja të duket normale. Ai mund ta hedhë bastin 20 minuta pasi ka nisur takimi apo në 20 minutat e fundit. Në kaq pak kohë shumë e vështirë të procedosh për të mobilizuar autoritetet që të kapet trukuesi.
Prej marrëveshjes me UEFA-n, Sport Radar monitoron 2 ligat më të rëndësishme në Shqipëri dhe ndeshjet e kupës, por prej marrëveshjes së konfidencialitetit me Konfederatën Evropiane, asnjë informacion nuk bëhet publik, pasi të dhënat dhe hetimet i publikon vetëm UEFA. Prej 2012-s, nga raportet me 65.000 ndeshje të monitoruara në bashkëpunim me 450 kompani bastesh të Sport Radar, kampionati shqiptar është shpallur më i korruptuari në botë.